Pra ti e nise me Facebookun në Shkodër, po pasaj kalove në video, pasaj kalove në gjëra për tej real estate-it edhe krijove brandin tënd. Ky procesi i brandit tënd. Po ta tregoj, rrugtimi ka nis kur unë jam kanë shpirtnisht i përgatitur për me ardh në Tiranë, fillova bana vitin e parë të zyra eme në Shkodër. Isha i të me rrumë. Po është shtiqa po tham. Asa kisha i denë qa thosha, nesë qa kamerën friqa, ja, e të për mylli dhe herë, e bosh edhe herë. Nëse kamerën fol diçka, mylli dhe herë. Nja 4-5 herë bana i video, hajtë mo, një është si qishtë. E bëre për real estate apo për çfarë tema? Bana një video, ja, ishte tema që një atëherë, kur u ba, në shkurt, unë rimodelova zyren në Shkodër. Pak para se me nis me orë këtej, 6 muaj e rimodelova dhe thash, po i baj video të zyra bukur, sistem ume edhe, po flas diçka. E fillova, po nuk doli atë që shfjote po veti, unë si ta dini, unë jam fan si moj zjarti vetës teme. Unë i shoh videot e mia më shumë se ç'mund t'i shohin çdo njeri në botë. I shoh ka 10 herë, 15 herë, kënaqem të i po, kënaqem me veten teme të e po, kjo nuk është kur zho keq, është gjoja më e mirë që mund bani. Sepse pos desh vetin s'doni kërkë.